ndonjë arnaut, ndonjë arab, për shembull libri do shtatë. kërkoj llambën e Alajdinit, e lirojmë katllanin në dhomën tënde, Aty jam mundu që do jetë i urtë si çdo vdekatar, brendshme që e të ke mbron nga përcjell syri ti keq, të lexuesi për mes derisa unë saj. qet pyllën në Sepse shtëpisë, unë besoj që arrim është ka film e shkaqen, kalu prej një derisa zhanër në një gjuaj, zhanër tjetër. një hur në breshe, specifike. shkel pastaj. Do më thonë të libri shtatë që është me esej filozofike. Me dën Vito Corleonën do zbresin në fund të deteve, Jam mundu Arin e mbretërive ta nxjerrin, kulturi. që mos ketë të vafër në botë, burie, padrejtësie, kusht të mosdes. Predikuesit bezdeshëm. Po edhe aty jam Në Palermo do i mbyllim katakumbet me e thonë mesazhet Campuchit. më të qarta. Jo shumë filozofi e vështirë është, do më kuptu edhe prej Nuk mund të shon një fëmijë se rre aqet në gjithë atyre ku fumave, mandej tek libri as në ëndër nuk mund e shoh. tjetër të disa Do të vëm dryn e Aty arreses. është më shumë Lumi të gjitha do t'i kemi, të gjitha. filozofi. Ende me besana, marro që jemi vogël. Unë raj bre më shumë se drejnë, se i liri. Çdo thonje se çdo Raj më shumë se krejt Ulpiana, Dardania. Vetëm ty do të jetosh 1000 vjetë. A je në rolin e autorit, rrëfimtarit apo personazhit? Tash për shembull tek libri 8 janë më shumë monolog spiritual. Monolog. E kum qit veten edhe në pozitën e prindit, po edhe të fëmijës. Do të thonë që shi jep prindi këshilla fëmijës dhe fëmia i merr ato këshilla. Po arti e lën me bo këso manovra, këso revizje. E bukur është kjo. Më trego pak për titujt e librave tjerë që ti ke zgjedhur, ti promovosh sot përmes këtij emisioni që gjithsesi gjithmonë ka për qëllim të promovoj talent të ri në letërsi, por që synojnë të prekin shumë suksese. Këtu i kam, do më thonë, 6 prej 8 botimeve. Në munges 2 që nuk kam pas ekzemplar. Libri par, Vargje përkushtuese ne, dominant tematika patriotike advetare. Është libri 2 Vargje përkushtuese 2, do më thonë që këtu kom bo një vllaj kapërcimi, kom dal pej advetares ka tematikat sociale. Libri 3 është Në detin e dashurisë e të thenjes. Vetë titullin Në detin e dashurisë, do më thonë, kom shku për dashurinë mes familjes, dashurinë për kombin, po dashurinë edhe mes çifteve, me pas një harmoni. Tek libri i 4, Kur shpirti ka etje, edhe atë libër mungon këtu nuk është. Është libër edhe ai që ka të bëj me dashurinë mes djalit edhe vajzës. Libri 5 po ashtu është tematike dashurisë. Libri 6 është esej, ka për dashuri po edhe tema filozofike. Libri 7 është më i arrirë, është më shumë kështu mesazhe sensibilizuese. Libri 8 është, si me thonë, monolog spiritual. Nëse i pyet këngëtarët, çfarë ndryshon kënga juaj sot me këngën e parë, ata shumë prej tyre thonë, s'do doja ta kisha, kishte shumë ndryshime kështu me radhë. Te krijuesi duket sikur nuk qëndron kjo, se ata janë të kënaqur me secilin krijim tyre, por gjithsesi pak me ndryshimet ose zhvillimet të cilat i kanë bërë. Si qëndron situata me ju? Kujtohen poezitë e para dhe sa duken se ato kanë qenë të kompletuara në raport me mënyrën e shkrimit që bëni sot?